Përshëndetje bineq, kjo është parashikimi për vitin 2026 për juve të dashur bineq. Ju që jeni shej edhe në shej bineq, e dini mirë që jeni shej i elementit të ajrit, jeni i ndryshueshëm në karakter, edhe sunduesi juaj është Merkuri, planeta Merkur, e cila në fakt nuk është as malefik, as benefik. Ajo është poshtar, ajo që i çon lajmet. Ka kemi karakteristikë tjetër për bineqt janë që janë multitasking, punojnë shumë mirë me dur, ata janë ata të cilët kur nuk janë as me të mirët, as me të këqit, janë dikun mes. Edhe tjetra që ka është e rëndësishme, që kur mos i besoni një binjaku që ka thot me fjallë, këqyr janë i veprat, sepse ai në fakt me fjallë thot tjetër sen, e me vepra tjetër sen. E vërteta është me vepra. Doni me pas parasysh që me datën 26 prill, për juve do të ketë një ndryshim të madh, që i bjen ndryshim shumë i madh, i cili do të zgjas 7 vjet. Heq ma pak, as heq ma shumë. 7 vjet do ta keni Uranin në shtëpinë e parë, Urani është befasi, është nëse keni me qenë të mirë, nëse keni qenë të mirë, edhe nëse e keni meritu, ai do t'ju shpërblej shumë fish. Kurse nëse keni qenë të padisciplinum, e keni anashkalu punën edhe veten e juaj, ai do t'ju ndëshkoj. Ta keni parasysh që vendimet që merren me Uranin në shtëpinë e parë janë vendimet të shpejta edhe pa menduar shumë. Ata shpesh rreziku bjen kapitalin thojnë, e vërtet që bin kapital shumë, por bin edhe ndryshimet të cilat zër është me i majt mas nej. Gjithsesi duona me thonë që Urani do t'jetë aty 7 vjet, e pastaj, pas që të në 7 vjet, vinë 7 vjet e rregullimit financiar. Por deri atëherë kena me folë na prap. Flasim për temën e Saturnit, i cili me 13 deri me 20, 13 deri 20, që ajo është periudha shkurt do të dalë në shtëpinë e juaj 11, që janë shoqëria, vlerësimi i shoqërisë edhe i nevojës juaj për me majt qatë shoqëri, keni me hap shoqëni të reja, keni me gjetë mundësit edhe grupet të reja interesi, edhe keni me pas vlerësim për të vërtetën e shoqërisë që e keni pas deri sot afër vetes. Do thënë, keni me pas një mundësi shumë të mirë që ta shihni kënd në fakt e keni shok e kënd ja. Më njëherë mas këtij eventi duona me përmend që në qershor, në fund të qershorit të vitit 2026, për juve do të kthehet energjia e cila ka qenë e mangët, edhe të gjithë binjaqët e dinë se sa kanë qenë në mungesë të vullnetit edhe mungesë të perspektivës edhe të ardhmes se si e kanë pa ata. Kështu që në muajin qershor, ka fundi i muajit qershor, për juve do të kthehet vullneti. Në fund të muajit qershor kemi edhe evente tjera, që është Jupiteri i cili do të hyjë në Luan. Ky event qellor për juve ndodh në fushën e tretë, aty kemi shumë me rëndësi që ju të mësoni gjëra të reja, të merrni aftësi të reja, të merrni punë të reja, të cilat nuk i keni punu deri sot, mendoni që nuk dini mi punu, po në fakt ka me dale kundërta, sepse Luani edhe eklipsi i cili ndodh në Luan me datën 12 të muajit gosht, edhe Jupiteri në poshtë në fushën e tretë për juve, do të bi kreativitet shtesë. Do të keni mundësi që të mësoni zanate të reja, edhe aftësi të reja të mërni për vete, gjithsesi duheni me pas kujdes për raportet e juaja me motrat, vllaznit, kushit edhe kushret. Duheni me pas kujdes sepse aty do t'i keni të zmadhume eventet të cilat mund të ndryshojnë jetën e juaj. Duheni me pas parasysh që secili eklips do të bijë ndryshim të kohjes ose ndryshim rapid. Diçka për një herë ka me ju çel syt. Sikur kur gjë nuk ka ndrur rreth jush, por një mendim i juaj ose një konkludim, një përfundim i një mendimi me një sjellje të vogël keni ardhur në përfundim të diçkafit që është dashur të kuptoj shumë moti. Kjo do të ndodh pra në gusht të vitit 2026. Fillimi i këtij procesi nis diku rreth 30 qershori. Korriku i bjen me qenë reflektues për juve, të dashur bineq. Po ashtu e kemi datën 3/3, që është 3 mars, një tjetër eklips, po kësaj radhe hënor. Çka dallimi ka eklipsi diellor dhe hënor? Eklipsi diellor ka të bëjë me të vërtetat që ja thojnë të tjerëve, kurse hënor ka të bëjë me të vërtetat që na ja thojmë vetes. Hana është pak hija jonë,
është ata gjanat e cilët na i bojnë në ndërdije, pa ja pranu të tjerëve që kemi ndryshu. Është një mundësi e mirë me datën 3 të muajit të ret, që të ndryshoni diçka në emocionet e juaja. Në fakt, ju keni me pas mundësin me kuptu cila është dashnia e vërtet për juve, bineq. A është ajo të cilin keni mendu jo për këta 7 vjetë me radhë që e keni pas uranin në shpinë 12 e ju ka shti me andru pralla, apo është një dashni e cilë do tjetë konkrete edhe afatgjate për juve. Të gjitha këto evente kanë me ndihmu se cilit binjak në horoskop, shej ose nër shej, që të ketë ndryshime të mëdha, sidomos në atë se si do ta shofin veten, si do ta paraqesin veten për 2026-ën, ju tregova cila data duheni më rujt për çka, gjithsesi na duhet me përmend edhe Venerën e cila ka më shku retro bashkë me Merkurin. E këto ditë janë shumë të rëndësishme, sepse ndodhen diku në muajin tetor, deri në gjysma e muajit tetor, deri në gjysmën e muajit nëntor. Janë edhe Merkuri si planeta juaj sunduse, edhe Venera, e cila na bjen dashuri edhe para, po ashtu të dyja janë në fushën e 6. Në fushën e 6, e cila për juve është puna, rutina ditore, mundësi e mirë që të nisni një rutinë të re, ose një rutinë të re i bjen me thënë, nëse do me nis fitness, atëherë me nis fitnessi cili do të shkojmë mbar, për kësaj radhe e kemi retro, që i bjen rishqyrtimi vendimeve sa i përket punës juaj, rishqyrtimi vendimeve edhe zbulimit vërtetave të vërteta lidhur me përditshmërinë e juaj, do të kuptoni ku keni hub kohën, çka ka qenë pa vlefshme, çka ka qenë e vlefshme, edhe cilën gjë duhet ta mbani e çka duhet të heqni nga jeta juaj edhe rutina ditore. Gjithsesi, ky vit duhet të jetë shumë i suksesshëm për bineqt, sidomos për ata bineq të cilët e shohin të ardhmen në një kontratë me jashtë. Një kontratë me jashtë po vjen me jashtë shteti, vjen ose me diasporë, ose çfarëdo, ose dikush prej diaspore, ose prej jashtë, po vjen për me bashkëpunu me juve rreth datës 17 të muajit shkurt të vitit 2026. Është një eklips diellor i cili ndodh në ujor. Do ta keni një ofertë që vjen nga jashtë shteti. Ose një mundësi të mirë që ju të dilni jashtë shtetit të punoni, ose dikush për jashtë investon në biznisin juaj, ose një udhtim që do ta bëni në këtë periudhë do të ndryshojë gjithçka për ju. Rreth pavarësisë Kosovës, data 17 dytit. Duana me thonë gjithsesi që eklipset edhe hanore edhe diellore e kanë efektin 6 muaj. Duani me ditë që ky vit, nëse s'keni reflektu bineq 2025, nuk i keni këput marrëdhëniet e juaja toksike, nuk i keni rregullu marrëdhëniet me familje, sidomos me motra, me vllazni, nuk i keni rregullu raportet e juaja me punën edhe përditshmërinë e juaj, për juve po vjen një vit i cili deshtet ju, apo nuk deshtet, ata gjana do të rregullohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Shpesh na mendojmë që i dim gjanat më mirë, po del që universi i ka pas më mirë se na. Sa i përket dashurisë edhe raporteve, jeni rahat, fleni rahat, se nuk do të ndodh kur gjë. Gjithçka çka do të ndodh ka të bëjnë me juve personalisht edhe me atë se si ju jeni qas problemeve të juaja. Aty e keni gabimin ose aty e keni mirë. Mvaret tash se si do ta përjetoni këtë tranzit të uranit në shpinën juaj të parë. Gjithsesi duana me thonë që bineqt janë ata të cilët na i bin informacionet, na furnizojnë me informat edhe të cilët i nevojitën shoqënisë sepse janë adoleshentat e përjetshëm, ata që s'plakën kurrë edhe na napin vullnet. E ju të gjithë të cilët keni qef me pas një hartë natale ose me pas një horoskop personal, jujen, të lidhur me ditëlindjen e juaj, me vendin ku keni lind, edhe orën ku keni lind, unë mund që punoj një hartë natale, e cila është e juaja individuale. Mund të konsultohemi për predispozitat e juaja edhe për parashikimin për 2026. Po për atë duhet mi pas një termin me mu, e kryeni një pagesë e cila është normale, edhe mund të keni një termin, më kontaktoni në rrjetet sociale edhe numër telefonit. Ju faleminderit. Urime vitin e ri 2026.